Vllaznia basketbollit të meshkujve ka humbur ndeshjen e 2 gjysmëfinalit kampionatit ndaj Beslidhjes. Shkodranët priten në Qazim Dervishi Lezhanët në një sfidë shumë interesante, ku nuk mungoi edhe mbështetja e madhe e tifozërisë kuqeblu. Fillimi i ndeshjes foli për fshinjët, të cilët fituan periudhën e parë me rezultatin 24-15, ndërkohë në të dytën vllaznia reagoi dhe arriti të fitonte 22-19. Në periudhën e tretë Beslidhja tregohet sërish superiore dhe dominon gjithçka, duke fituar 28-17. Edhe 10 minutat e fundit nuk dhuruan asgjë të re dhe në përfundim të takimit ishin kampionët në fuqi të vendit që triumfuan me rezultatin e përgjithshëm 92-74. Pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Eni Llazani kishte rezerva për gjykimin. Paktën në eksperiencën time si trajner nuk besoj se kam pas një reagim të pamerituar. Megjithatë do e shohim ndeshjen të filmuar dhe do analizojmë gabimet. Kemi marrë një numër të konsiderueshëm personalesh që mendoj që na ngarkun dhe nuk na lejon me vazhdu lojën. Shiko, ne do luftojmë deri në fund. Çfarë do lloj gjëje që ndodhi, ne do japim maksimumin ton fush në çdo moment. Duhet kena parasysh që Beslidhja është ekip shumë i mirë, me numra lojtarësh, i drejtum shumë mirë, kështu që mendoj që jena paraqit në mënyrën më dinjitoze të mundshme, duke pas parasysh me çfarë po përballemi. Nga ana tjetër, trajneri i Beslidhjes Afrim Bilali tha se ata merituan fitoren me vllazninë dhe përgëzoi atmosferën e krijuar në Qazim Dervishi. Unë jam i kënaqur për rezultatin që arritëm. Ky është edhe objektivi i ekipit tonë gjatë gjithë vitit, domethënë. Jam shumë i lumtur që arritëm me mbyll këtë ndeshje me sukses, një fushë vështirë siç është fusha e vllaznisë. Dhe realisht i përgëzoj klubin Vllaznia për organizimin, për atmosferën që u kriju sot, tifozërinë shkodrane të cilët i dhanë nxjerr atmosferës ndeshjes, por jam i lumtur me performancën që banë çunat. Mendoj që deri diku arritëm të zbatojmë planin e lojës. Shiko, unë nuk du më marr me deklaratat as Llazanit as kërkuj tjetër. Unë mendoj që ekipi jem luajti shumë mirë, arritëm të administrojmë lojën për 40 minuta dhe nuk i dham asnjë hapësirë, domethënë, ekipit të vllaznisë. Pastaj këto drejtimet e gishtave diku tjetër për mua personalisht nuk më infektojnë fare. Unë shoh ekipin tim, mendoj që nga fillimi deri në fund besoj që merituam jo vetëm këtë fitore, por kemi merituar çdo ndeshje që kemi fituar, fal punës dhe investimit që është bërë ky ekip. Ndeshja e tretë do të luhet të njëjtën me 17 prill dhe në rast fitoreje të Beslidhjes, rezultati do të shkonte në 3-0 dhe do të mbyllej gjithçka. Tashmë shanset e vllaznisë për të shkuar në finale janë gjithnjë më të vogla.